Në bashkinë Tepelen vijojnë ndërhyrjet për rehabilitimin e problematikave të shkaktuara nga rreshjet e muajve janar dhe shkurt. Aktualisht po punohet për rehabilitimin e tumbinove dhe pastrimin e përrejnve, ndërsa ndërhyrje po krihen edhe në infrastrukturën rrugore të zonave rurale, si në aksin kryesor Turan, pasi në disa segmente rrezikohej stabiliteti i rrugës nacionale Dukaj-Vlorë. Veprohet kryesisht me tumbinot kryesisht në përrejnët, që janë shkatëruar, kryesisht do të thoshja te përroj Tërbukit, që lidh Ormovën nga rruga Vjetër Subashtit, sepse u vjen ndihmë dhe fermerëve për transport të gjumshit, po ndërhyet edhe kryesisht në Kordaj, në lagjen Bekaj do ndërhyet, po kështu sot për sot po punohet në aksin kryesor në Turan, sot atje punohet, po bëhet një mur mbajtës i cili rrezikonte rruga kryesore nacionale Dukaj-Vlorë. Për sa i përket rrezikut nga disa shkëmbinj masiv në fshatin Luzat, instancat përkatëse bëjnë me dije se po merren masa konkrete për shmangjen e problematikave që mund të shkaktohen në vijim, duke synuar minimizimin e rrezikut për banorët dhe mjetet që qarkullojnë në zonë. Kemi patur edhe rast emergjent kryesisht në Luzat, si rezultati disa shkëmbejme masiv, për këtë janë bërë tëra procedura, që nga bashkia, prefektura, kanë ardhur janë vlerësuar, ka ardhur vlerësimi nga ushtria për vlerësimin e gjendjes dhe studimi që do të bëhet për të ardhmen për eliminimin e këtyre pasojave. Bashkia Tepelen bën me dije se situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme për të bërë të mundur rehabilitimin në kohë të çdo problematike apo emergjence të mundshme.